A keni parë ndonjëherë një merimang duke lëvizur qejf në murin e shtëpisë tuaj, apo duke thurur me durim një rrjet në cep të dhomës së gjumit? Ndoshta e keni injoruar ose e keni larguar, por a jeni ndalur ndonjëherë të mendoni se ajo merimang mund të ketë një mesazh për ju? Jo një mesazh të zakonshëm, por një mesazh të thellë shpirtëror. Në shumë kultura të lashta dhe besime shpirtërore, merimangat nuk janë thjesht insekte që kërkojnë streh. Ato janë simbole të urtësisë, krijimtarisë, durimit dhe transformimit. Të shohësh një merimang në shtëpinë tënde, qoftë në tavan, në kuzhinë apo në dhomën e gjumit, është shumë më tepër se sa thjesht një rastësi. Është një shenjë, një paralajmërim i butë nga universi. Kuptimi shpirtëror i merimangave në shtëpi. Merimangat janë mjeshtret të rrjeteve. Ato ndërtojnë me durim dhe përkushtim. Në mënyrë simbolike, kjo tregon për thurën e rrugës tuaj jetësore. Nëse keni patur një ndjesi të fortë për të krijuar diçka të re, një projekt, një ide apo madje një mënyrë të re jetese, atëherë prania e merimangës është një sinjal që duhet të ndjekësh atë frymëzim. Universi po ju thot, mos prit më, krijo, ëndërro, vepro. Merimanga në dhomën e gjumit. Dhomat e gjumit janë hapësira intime, ku pushon trupi dhe mendja. Një merimang në këtë dhomë mund të jetë një ftesë për reflektim të brendshëm. Ndoshta është koha për të vlerësuar marrëdhëniet që keni, për të dëgjuar më shumë zërin e nënvetdijes tuaj. Ajo mund të jetë një shenjë që tregon se ëndrat që keni gjatë natës po mbajnë mesazhe të rëndësishme, prandaj mos i injoroni. Merimangat në tavan. Një perspektivë e re. Tavanët janë kufijtë më të lartë fizik të një hapësire. Një merimang në tavan është një sinjal për të parë gjërat nga një perspektivë më e lartë. Ndoshta është koha të dilni nga mendësia e zakonshme dhe të shihni situatat e jetës me sy ndryshe. Në vend që të ndiheni të bllokuar, shikoni lart dhe kuptoni se kufijtë ekzistojnë vetëm në mendjen tuaj. Kur shihni shumë merimanga në shtëpi, nëse jeni duke parë shpesh merimanga, sidomos në dhoma të ndryshme të shtëpisë, kjo është një thirrje e fuqishme për transformim. Universi mund të jetë duke thënë që ju jeni në një periudhë të rëndësishme zhvillimi, ku durimi dhe përkushtimi do të shpërblehen. Secila dhomë ka një mesazh më vete. Në kuzhinë, merimanga mund të sinjalizojë bollëk dhe ushqim shpirtëror. Në dhomën e ndjenjes, ajo flet për marrëdhënie, lidhje dhe komunikim me të tjerët. Merimangat gjatë jetës së tyre kanë një proces që quhet ekdis. Ky proces e ndihmon merimangën që të heqë kutikulën, shtresën e jashtme të fortë, që të rrisë trupin ose për të riparuar ndonjë dëmtim. Kjo ndodh disa herë gjatë jetës, sidomos tek merimangat e reja që rriten shpejt. Gjatë zhveshjes, merimanga del nga lëkura e saj e vjetër dhe zakonisht qëndron e ndjeshme për pak kohë derisa kutikula e re të forcohet. Në këtë kuptim, transformimi ashtu si merimanga heq lëkurën e saj të vjetër për të rritur, edhe ju duhet të lini pas zakonet, besimet dhe mënyrat e vjetra të jetuarit. Është një kujtesë se sado i vogël të jesh ndjerë brenda, keni fuqinë për të krijuar, për të transformuar dhe për të ndërtuar një jetë që reflekton dëshirat tuaja më të thella. Konkluzioni, një dhuratë nga universi. Herën tjetër që të shihni një merimang, mos nxitoni ta largoni. Ndaluni për një moment dhe pyetni veten, çfarë mesazhi po më sjell kjo krijesë sot? A mund të jetë thjesht një kujtesë se çdo gjë që ju nevojitet për të arritur suksesin, qetësinë dhe gëzimin është tashmë brenda jush? Tani do të ndjekim disa kuriozitete magjepsëse për merimangat. Kur mendojmë merimangën, gjithmonë mendojmë për rrjetën e saj. Por, jo të gjithë merimangat mund të thurin rrjeta. Ndryshe nga ç'mund të mendojmë, jo të gjithë merimangat ndërtojnë rrjeta. Disa janë gjuetare që ndjekin prenë në tokë ose në bimësi pa përdorur rrjet fare. A e dini se rrjetat e merimangës janë më të forta se çeliku? Mund të duket e pabesueshme, por është e vërtetë. Fijet e rrjetës së merimangës janë 5 herë më të forta se çeliku me të njëjtin diametër. Janë fleksibël, elastike dhe jashtëzakonisht rezistente.
Shkenca madje ka studiuar se si t'i përdorë këto në teknologjinë moderne. Merimangat kanë gjak blu, ndryshe nga njerëzit që kemi gjak të kuq. Merimangat dhe shumë artropod të tjerë kanë hemocianin, një protein që përmban bakër, prandaj gjaku i tyre është blu. Ato mund të ndjejnë vibrimet më të imta. Merimangat janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj vibrimeve. Edhe një insekt i vogël që prek rrjetën e tyre prodhon dridhje dhe ato i ndjejnë menjëherë. Disa merimanga madje i përdorin këto vibrime për të komunikuar. Disa merimanga vallëzojnë për të tërhequr partnerin. Merimangat mashkull, si për shembull merimanga e pallojit në Australi, përdorin ngjyra të ndritshme dhe bëjnë vallëzime të çuditshme për të joshur femër, një spektakël i vërtet dashurie. Merimangat ndihmojnë në mbrojtjen e shtëpisë nga insektet. Ato hanë mizat, mushkonjat, milingonat dhe insektet e tjera të bezdisshme. Në një mënyrë natyrale, ato e mbajnë shtëpinë tuaj të pastër nga dëmtuesit. A e dini që ka merimanga që mund të fluturojnë? Jo në kuptimin e mirëfillt me krah, por merimangat e vogla lëshojnë fije mëndafshi në ajër dhe udhëtojnë me erë, një proces që quhet balloning. Kështu ato mund të kalojnë distanca të mëdha edhe mbi oqeane. Merimangat kanë 6 deri në 8 sy, por kjo nuk do të thotë se ato shohin mirë. Shumica e merimangave kanë shikim të dobët dhe mbështeten më shumë te ndjesia e prekjes dhe vibrimeve. Rrjeta e merimangës ka funksion edhe shpirtëror. Në shumë kultura, rrjeta e merimangës është simbol i fatit dhe jetës, një metaforë që tregon se çdo veprim i yni është një fije në tapetin e ekzistencës. Në disa vende, merimangat konsiderohen me fat. Në kulturën kineze dhe japoneze, të shohësh një merimang që zbret nga tavani konsiderohet një shenjë e ardhes së fatit apo lajmeve të mira. Ja dhe disa kuriozitete dhe fakte të çuditshme, ekstreme dhe interesante për merimangat nga bota reale, të gjitha të vërteta dhe të bazuara në shkencë. Merimanga që nëton në ujë. Argyroneta aquatica, e njohur si merimanga e ujit, është e vetmja merimang që jeton dhe merr frymë nën ujë. Ajo krijon një fluck ajri nën ujë, një lloj zhytje ku rri gjatë gjithë jetës së saj. Merimanga më e madhe në botë. Goliath birdeater është merimanga më e madhe sipas peshës. Mund të arrijë peshën e një miu të vogël dhe këmbët e saj shtrihen deri në 30 cm. Disa merimanga flejojnë veten për pasardhësit. Një specie e quajtur Stegodiphyus praktikon matrikanibalizmin. Pas lindjes së këlyshëve, ajo qëndron qëllimisht pa lëvizur që ata ta hanë, si mënyrë për të garantuar mbijetesën e tyre. Merimanga me tru në këmbë. Në disa specie të vogla, truri i merimangës është aq i madh në krahasim me trupin sa zgjatet në këmbët e saj të përparme. Po, tru në këmbë. Merimangat kanë qenë në hapësirë. NASA ka dërguar disa merimanga në hapësirë për të parë nëse ato mund të ndërtojnë rrjeta në mungesë graviteti. Po rezultati cili ishte? Për habinë e të gjithëve, ato ndërtuan rrjeta gati perfekte edhe në mikrogravitet. Merimangat janë arkitekte të përsosura. Rrjetat e tyre janë jo vetëm të bukura, por dhe të ndërtuara me matematikë perfekte. Disa rrjeta ndjekin spirale të sakta dhe kanë struktura gjeometrike që mund të përdoren për të studiuar fraktalet në natyrë. Në disa kultura besohet se merimanga sjell fat. Nëse shihet në mëngjes, është shenjë e fatit të mirë. Nëse e sheh në darkë, do të kesh mysafir të paftuar. Merimanga përmendet edhe në Kuran, në librin e shenjtë të muslimanëve. Historia lidhet me shpëtimin e profetit Muhammed dhe shokut të tij Ebu Bekr gjatë arratisjes së tyre nga Meka për në Medinë. Kur profeti Muhammed dhe Ebu Bekri u larguan nga Meka,
për t'i shpëtuar përndjekjes, ata u fshehen disa ditë në një shpellë. Ndjekësit e tyre po përpiqeshin t'i kapshin dhe arritën deri tek hyrja e shpellës. Sipas traditës islame dhe transmetimeve autentike, në hyrje të shpellës ndodhi një mrekulli. Një merimang ndërtoi shumë shpejt një rrjet në hyrje të shpellës dhe një pullum bëri folen aty dhe la një vezë. Kur ndjekësit e profetit arritën në shpellë, ato pan merimangën dhe folen e pullumit dhe menduan, nëse dikush do të kishte hyrë brenda, këto do të ishin prishur, kështu që ato nuk kontrolluan brenda dhe u larguan, duke mos e ditur se aty brenda ndodheshin pikërisht ata që kërkonin. Kështu, merimanga është një simbol i dobësisë, delikatesës, kthehet në një mjet mbrojtje hyjnore. Kjo tregon se Zoti mund të përdorë dhe krijesat më të thjeshta për të kryer vepra të mëdha. Edhe në Kuran përmendet gjithashtu në ajetin Syre Ankebut. Ka një referencë shumë interesante dhe simbolike në Dhjatën e Vjetër, më saktë në librin e Jobit dhe librin e Isai's. Këto referenca përdorin merimangën si simbol të dobësisë, por dhe mashtrimit. Në të thuhet, shpresa e tij do të zhduket dhe besimi i tij është si fije merimange. Ai mbështetet mbi shtëpinë e tij, por ajo nuk qëndron. Kapet pasaj, por ajo rrëzohet. Jobi 8:14-15. Edhe në Bibël dhe në Kuran merimanga është përdorur si simbol i dobësisë dhe paqëndrueshmërisë, duke na kujtuar se vetëm mbështetja te Zoti dhe vlerat e qëndrueshme janë baza të forta për jetën. Në fund do të përmendja merimangën Vejusha e Zezë, një krijesë frikshme por dhe magjepse. Black Widow Spider e ka marrë këtë emër Vejusha e Zezë pasi ajo ha mashkullin pas çiftëzimit. Nuk është se ndodh gjithmonë, vetëm në kushte të caktuara si mungesa e ushqimit. Merimanga Vejusha e Zezë mund të jetojë deri në 3 vjet në kushte ideale, gjë që është shumë për një merimang. Vejusha e Zezë është një figurë e njohur në libra, filma, madje dhe emra personazhesh si superspionja Natasha Romanoff në universin Marvel. Emri lidhet me misterin, fuqinë dhe rrezikun femëror. Të nderuar miq, në këtë video treguam disa mistere mbi merimangat, kuriozitete dhe kuptime spirituale. Nëse video ju duk interesante, ju lutem bëni like dhe share. Do të takohemi në video të tjera më interesante. Faleminderit për kohën tuaj të çmuar.